fatësues të shoqatave të dala nga lufta, të nderuar nxënës, profesor dhe qytetarë. Sot jemi mbledhur për ta kujtuar një nga ngjarjet më të dhimbshme të historisë sonë kombëtare, helmimin masiv të nxënësve shqiptar në mars të vitit 1990. Kjo nuk ishte vetëm një tragjedi njerëzore, por një akt barbar dhe i planifikuar nga regjimi serb për ta ndalur arsimin në gjuhën shqipe për të friksuar një popull të tërë. Në këtë përkujtim, me dhimbje dhe krenari, kujtojmë qindra nxënës që përjetuan vuajtje të mëdha, por nuk u dorëzuan. Ata ishin fëmijë, por shpirtin e kishin pathyeshëm, duke treguar se në asnjë formë shtypje nuk do të ndalonte shqiptarët në rrugën e tyre për dije dhe liri. Sot ne kujtojmë këtë përvjetor si një kujtesë të përhershme për të gjithë ne, që të mos harrojmë kur sakrificat e atyre që psuan në këtë betejë për arsim dhe dinjitet kombëtar. Gjithashtu, kjo ditë sjell edhe një moment të veçantë për popullin tonë, një pajtim solemn në mes të familjeve Berisha dhe Gajtani. Një akt fisnik i bashkimit duke dëshmuar shqiptarët dinte të kalojnë sfidat dhe të ndërtojnë një të ardhme të përbashkët mbi themelet e pajtimit dhe unitetit. Në këtë akademi kam nderin të kemi të pranishëm shoqatet e dala nga lufta, të cilat mbajnë gjallë kujtesën dhe vlerat e sakrificës për liri. Të gjithë ne kemi përgjegjësi për të mos harruar të kalurën, për të transmetuar të vërtetën brez pas brezi që sakrificat dhe gjaku i derdhur mos të shkojë kurrë dëm.